Ju lutem uluni. Vazhdoni zoti Berisha, keni drejt në replikës, shkelim rregulloren. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, guximtarë dhe guximtarë që me datën 10 do të fshini të keqen banale. Me lejoni t'ja u rikujtoj pak se kush është parafolsi. Me datën 10/2/2020, Target, ky është counterparti ti, informon pinin AM5P80 se kishin rënë dakord me styre që të mos i kërkonin kriminalit Tao as një tender publik, as një favor të tjetër përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkojnë. Ky mesazh ju përcoll kriminalit Tao dhe i dhan afat deri në dhjetor. Kriminali Tao ju përgjigj kësaj. A garantoni që të gjitha ato njerëz që do votojnë për ne nëse vendosim në lista ata që thoni ju në burg? Përgjigja ishte, po, ne garantojmë këtë. Më pas kriminali Tao tha, ata shkojnë në burg këtë vit. Kriminali Tao është implikuar në afera tjera të rënda me kunatën e Fate Velos, një farë Eriona Daupaj. Eriona Daupaj, ja ku i kam këtu në rur miq, thot, Daupaj, do të arqoj për sekuestro, se do t'i bëj nder Taos, kriminali Tao. Prisni se ka tjera prap. Ju lutem, se janë shumë të rëndësishme këto për kriminalin Tao. Këto ditë po më pyet, do jetë prap Balla apo do jesh ti? Vladi, okej se flasun me Ballën, ja tregoj unë ati. Në gjoni tani, në gjoni. Ka shumë ky. Ja ky. Ulluni zoti Berisha, zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën, ju lutem, zoti Berisha. Zoti Berisha, lëroni foltoren për zotin Shalsi. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoja Topalli, po nuk keni kërkuar fjalën. Po nuk kam fjalë, nuk e keni emrin këtu. Ju lutem Zoja Topalli. Po si mund ta prishni seancën, e kuptoni çfarë jeni duke bërë apo jo? Ishte seanca në zhvillimin më të rregullt të mundshëm. Kujtoheni dhe vini dhe prishni seancën, po nuk e kam emrin këtu. Ju lutem, Zoja Topalli. Kërkoni fjalën dhe me njëherë, po e kam deklaruar zotin Shalsi. Mbas zotin Shalsi do keni fjalën. Shiko edhe njerë, në bazë të rregullores. Po e kam thirrur 3 herë zotin Shalsi për fjalën. E keni kërkuar më pas, ju lutem uluni. Zoja Topalli. Po pse duhet me kaq insistim të shkelim rregulloren? Vazhdoni merreni fjalën për replikë. Zoj, nuk kam mikrofon.
E para duhet të them që për të pas një seancë plenare normale, vetmja mënyrë për të realizu është për të zbatuar rregullore. Tashti po kthej përgjigje parafolsit. Është e njohur publike që unë në 21-shin kam kriju një lëvizje. Unë ishe një vit përpara nënkryetare e Partisë Demokratike dhe vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri të cilin ju e kontrolloshit në çdo lëvizje dhe e majmoshit her mas here atë e familjen e tij. Nuk të kam taku kur një jetën time, po ke taku Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Prandaj merre me vete atë dhe mos ma drejto mua. Dakor? Sigurisht që ka qenë vështirë për mu, por koha më ka lënë të drejtë dhe unë sot jam më krenare se kur të thush të vërtetën kur të tjerë tojnë të kundërtën. E dyta, për zgjedhjet në Shqipëri ke një raport të OSBE-s që thot shumë gjëra, si është përdor administrata, si është përdor paraja, si janë dhënë bonuse, si janë bërë, toka, tendera, para, pensione e tjerë. Por ka një frazë që është fraza më rëndë të cilën ju nuk e përmendni asnjëherë. Dhe thotë se në Shqipëri ndodh ajo që nuk ndodh kërkun tjetër. Vija ndarse midis pushtetit dhe partisë nuk ekziston më. Imagjinoni çka keni bë ju dhe shok tuj në diasporë, që nuk ja keni qua zarfin, që e keni shpërnda vetë zarfin, që thatë që do merrni DHL-n, por në fakt ja dha të tjerëve, që shkove vetë zotëria jote në Greqi së bashku me të gjithë kryetarët e bashkive, drejtorëve, administratën, duke i kërcënu me familjen e tyre, me motrat e vëllezërve të tyre që du hiqnin bukën e gojës nëse diaspora nuk do jepte atyre voten. Është fjallia fundit. Ta kam thënë edhe një herë, nuk e kam me ju, e kam me të gjithë në fakt. Në Bielorusi, zgjedhjet fitohen me 70%. Putini i fiton zgjedhjet me 75%. Në Shqipëri, Edi Rama i ka marrë me 90%. Kaq. Fjalën e ka zoti Shalsi, të përgatitet zoti Boçi.